Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Presidenti i Komisionit Evropian kërkon nga Unioni të përgatitet për luftra moderne hibride. Europe must be responsible for its own security. This is not longer an option. This is a must. We have to develop and deploy new capabilities so that we can fight a modern hybrid war. Here again, we are moving mountains. Europa duhet të marrë përgjegjësinë për sigurinë e saj. Kjo nuk është më një mundësi, është detyrim. Duhet të zhvillojmë dhe të vendosim aftësi të reja për të luftuar një luftë hibride moderne. Dhe këtu ne po lëvizim male, tha Ursula von der Leyen. Presidenti sqaroi se gjatë 10 viteve të fundit janë investuar 8 miliardë euro në fondin e mbrojtjes dhe këtë vit do të aktivizojnë 800 miliardë euro investime deri në vitin 2030. This year we enabled up to 800 billion euros of investment till 2030. Gjermania paralajmëron Europën se koha e mbrojtjes amerikane ka përfunduar. Kancelari gjerman Friedrich Merz në një fjalim të mbajtur në Kongresin e Unionit Kristiano-Social, CSU-s, paralajmëroi fundin e Pax Americana duke i kërkuar kombeve europian të përgatiten për ndryshimin e lidhjeve transatlantike dhe të forcojnë mbrojtjen në mënyrë të pavarur. Die Jahrzehnte der Pax Americana sind für uns in Europa und auch für uns in Deutschland weitestgehend vorbei. Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben. Und da hilft auch keine Nostalgie. Und ich wäre einer der Letzten, der sich dieser Nostalgie nicht gerne hingeben würde. Aber es nützt nichts. Es ist so. Die Amerikaner nehmen jetzt sehr, sehr hart ihre eigenen Interessen wahr. Dekada e Pax Americana për Europën dhe Gjermaninë në masë të madhe ka mbaruar për ne. Ajo nuk ekziston më ashtu siç e kemi njohur. Nostalgjia nuk do të na ndihmojë, edhe pse do të isha i fundit që do t'i dorëzohesha kësaj nostalgjie. Ky është një realitet. Amerikanët tani po mbrojnë në mënyrë shumë të ashpër interesat e tyre. Dhe kjo është arsye pse tani duhet të mbrojmë interesat tona, tha Merz. Kancelari u tha europianëve se prioritetet strategjike të Washingtonit kanë ndryshuar. Ai u shpreh gjithashtu kundër lëshimeve të tepërta ndaj Moskës në përpjekje për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, duke argumentuar se kjo vetëm do të forconte ambicjet e Kremlinit. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë, duke paralajmëruar për përpjekjet për të rivendosur kontrollin mbi ish territorie sovjetike, duke paraqitur kërcënime afatgjata për sigurinë europiane. Presidenti francez Emmanuel Macron, në një bisedë telefonike me homologun e tij ukrainës Volodymyr Zelensky, tha se Franca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën me qëllim arritje një paqe të fortë dhe të qëndrueshme. Presidenti francez tha se sapo kishte folur me presidentin Zelensky, amerikanët, europianët dhe ukrainazit kërkojnë paqe ndërsa Rusia vazhdon luftën e saj agresive. Ukraina mbetet e palëkundur, deklaroi Emmanuel Macron. Ukraina ka hequr dorë nga ambicjet e saj për t'u bashkuar aleancës ushtarake të NATO-s në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë si një kompromis për t'i dhënë fund luftës me Rusinë, ka njoftuar presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky veprim shënon një ndryshim të madh për Ukrainën, e cila ka luftuar për t'u bashkuar me NATO-n si një mbrojtje kundër sulmeve ruse dhe ka një aspiratë të tillë të përfshirë në kushtetutën e saj. Zelensky tha gjithashtu se përmbush nga qëllimet e luftës së Rusisë, megjithëse Kievi deri më tani ka qëndruar i vendosur kundër lëshimit të territorit ndaj Moskës. Kievi dhe Washingtoni bën progres të vërtet drejt paqes në Ukrainë gjatë bisedimeve dytitore në Berlin, tha zyrtari i lartë i sigurisë dhe negociatori i Ukrainës Rustem Umerov. Deklarata vjen pasi një delegacion i udhëhequr nga presidenti Volodymyr Zelensky zhvilloi 2 raunde diskutimesh me të dërguarin e SBA-s Steve Witkoff dhe Jared Kushner mbi planin për të dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. Zelensky më vonë komentoi se amerikanët duan një përfundim të shpejtë, por për Ukrainë cilësia është e rëndësishme dhe nëse shpejtësia dhe cilësia përputhen ne mbështesim plotësisht këtë, tha Zelensky. Presidenti i Ukrainës gjithashtu përsëriti se Kievi nuk do të pranonte asnjë marrëveshje që vendos Donbasin nën kontrollin rus. Kremlini do të vlerësojë deklaratën e përbashkët të udhëheqësve të Bashkimit Evropian mbi garancitë e sigurisë për Kievin kur të shohë tekstin, u tha gazetarëve, zëdhënësi presidentit rus Dmitri Peskov. Ai refuzoi të komentojë deklaratën e udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi Kremlinit sqaroi se autoritetet e Moskës deri tani kanë mësuar për deklaratën e përbashkët të udhëheqësve të BE-s vetëm nga raportet e medias. I vlerësoi shumë dhe përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të arritur një marrëveshje e cili po punon drejt një zgjidhje për paqe në Ukrainë, siç tregohet nga përfshirja e të gjithë ekipit të tij, deklaroi zëdhënësi presidentit rus Dmitri Peskov.
Roli një force ushtarake europiane për Ukrainën varet nga presidenti rus Vladimir Putin, komentoi ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Deklarata erdhi një ditë pasi udhëheqësit europian u takuan në Berlin dhe propozuan dislokimin e një force mbrojtëse për të ndihmuar në sigurimin e një armëpushimi të mundshëm në Ukrainë. Një deklaratë e përbashkët tha se një forcë udhëhequr nga Europa e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara do të mbështeste forcat e armatosura të Ukrainës, do të garantonte sigurinë hapësirës ajrore dhe zonave detare përfshirë edhe përmes operimit brenda Ukrainës. Merët Rusia ka hedhur poshtë kategorikisht dislokimin e trupave të huaja për të monitoruar armëpushimin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me aleatët e tyre ka zhvilluar një plan garancie sigurie për Ukrainën që kërkon një forcim të konsiderueshëm të forcave të armatosura, vendosjen e trupave europiane në vend dhe përdorimin e rritjet të inteligjencës amerikane. Lajmi u bë ditur nga gazeta New York Times, e cila raporton zyrtar të njohur me dokumentet e draftit. Sipas raportit, diplomatët amerikanë dhe europian që u takuan modhesit Ukrainas gjatë 2 ditëve të fundit në Berlin, në thelb ranë dakord për 2 dokumente që përshkruajnë garancitë e ardhshme të sigurisë. Ato janë hartuar për të shërbyer si gur themeli një marrëveshje më të gjerë që synon arritjen e një armëpushimi dhe përfundimin e luftës. Dokumentet synojnë gjithashtu të bindin Ukrainën të lëshojë territore të caktuara si pjesë e një marrëveshje paqe dhe të hiqdorë nga anëtarësimi formal në NATO. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos deklaron në shkrimin e 3 marrëveshjeve operacionale bilaterale që forcojnë bashkëpunimin doganor midis administratave doganore të Shqipërisë, Moldavisë dhe Maqedonisë së Veriut me Greqinë, Bullgarinë dhe Italinë. Memorandumet synojnë të zvoglojnë kohën e pritjes në vendkalimit kufitare dhe të lehtësojnë lëvizjen e madrave. Memorandumet mundësojnë zbatimin e mëtejshëm dhe shtrirjen gjeografike të korridoreve të gjelbra duke kontribuar integrimin gradual të Ballkanit perëndimor në tregun e vetëm të BE-s. Memorandumet janë pjesë e planit të rritjes së Moldavisë në Bashkimin Evropian dhe iniciativës së korstive të gjelbra BE Ballkanit perëndimor të udhëhequr nga Komuniteti i Transportit dhe Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Europës Qendrore. 3 marrëveshjet e reja ndërtohen mbi memorandumet dypalëshe ekzistuese që tashmë janë në fuqi në kufi të tjerë nëpërmjet partnerëve në rajon. Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian ka vendosur në dispozicion edhe 54 milionë euro për të investuar në 11 pika kufitare prioritare duke siguruar një tranzit më të lehtë të madrave. Kroacia do të ketë një qendër për menaxhimin e mbetjeve radioaktive. Parlamenti miratoi ligjin për ndërtimin e saj në të Govska Gora. Aty do të depozitohen mbetje radioaktive të nivelit të ulët e të mesëm nga centrali bërthamor Krshko në Sloveni, si dhe mbetje radioaktive të gjeneruara në territorin e Kroacisë. Vendodhja e depozitimit ndodhet rreth 800 metra në vijë ajrore nga kufiri me Bosnjë dhe Hercegovinën. Autoritetet në Bosnjë e kundërshtojnë hapjen e qendrës për menaxhimin e mbetjeve radioaktive pasi vlerësojnë se ajo mund të rrezikojë jetën dhe shëndetin e banorëve në pellgun e lumit Una. Sulmi antisemit në Sydney shkaktoi vdekjen e të paktën 15 personave gjatë një feste hebraike. Policia australiane deklaroi se 2 persona, një baba 50 vjeçar dhe djali i tij 24 vjeçar, janë autorët e mundshëm të sulmit. 50 vjeçari ka ndruar jetë, ndërsa 24 vjeçari është aktualisht në spital, theksoi policia e Walesit të ri Jugor Malanion në një konferencë për shtyp. Autori i sulmit në Sydney është ndaluar nga një qytetar i Sydney i fesë muslimane dhe pronar një dyqani frutash në periferi të Sutherland. Pas përleshjes, ai arriti të merrte armën nga terroristi duke shmangur përdorimin e mëtejshëm të saj. Sulmi i cilësuar si terrorist nga Australia është dënuar nga e gjithë bota. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se antisemitizmi nuk ka vend në këtë botë. Lutemi për viktimat e këtij sulmi të tmerrshëm, komunitetin hebre dhe popullin e Australisë. Ndërsa Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, deklaroi se muaj më parë dërgoi letër kryeministrit të Australisë ku thuaj se politikat e tyre po i hedhin benzinë mbi zjarrin antisemitik. Kjo nxit urrëtitjen ndaj hebrejve që tani po përhapet në rrugët tuaja. Antisemitizmi është kancer, ai përhapet kur udhëheqësit heshtin, prandaj dobësia duhet të zëvendësohet me veprime, apeloi Netanyahu. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se jemi të bashkuar kundër dhunës antisemitizmit dhe urrëtitjes. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.